Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani deklaroi nga Gjermania se reforma në drejtësi ka nevojë për mbështetjen dhe mendësinë gjermane. Gjatë takimeve që zhvilloi me homologun e tij Heiko Maas dhe sekretarin parlamentar për drejtësinë Christine Lang, Manjani ka theksuar se ligjet procedurale do të hartohen sipas modelit gjerman. Sigurisht jemi në mes të reformës në drejtësi dhe mbështetja që kam marrë nga Ministria e Drejtësisë së Gjermanisë ishte e jashtëzakonshme. Insistuam që ashtu si shqiptarët besojnë tek makinat dhe produktet gjermane, të vendosim motorin e duhur reformës në drejtësi, motorin gjerman me qëllim që të rrisim konfidencën, të rrisim besimin e qytetarëve shqiptar tek reforma në drejtësi. Mbështetja nga Gjermania është e jashtëzakonshme dhe për këtë jam shumë i kënaqur që sot gjendem këtu dhe mora këtë mbështetje. Programi Oralius ka bërë një punë të jashtëzakonshme në reformën e drejtësi, tani është momenti që të mendojmë për zbatimin me një kulturë gjermane. Sekretari parlamentar për drejtësinë Christian Lang nënvizoi se kjo reformë duhet të realizohet me konsensusin politik të gjitha partive. Unë kam theksuar shumë në veçanti që kjo reformë duhet të përkrahet me konsensusin politik të gjitha partive. Eksperienca tregon që secili mund të shkojë një herë në opozitë dhe secili mund të shkojë një herë në qeveri. Prandaj është konsensusi shumë i rëndësishëm dhe jo raportet aktuale të shumicës. Së dyti, kemi theksuar në veçanti edhe një herë luftën e korrupsionit, e cila duhet çuar në rrugën e duhur, jo vetëm në faqen e ligjit, por edhe në luftën konkrete në praktik. Për reformën në drejtësi priten konkluzionet përfundimtare të Komisionit të Venecias, të cilat do të publikohen në 12 mars.